Është ndër monumentet më të rralla me vlera kulturore në Kosovë. Ura e Terzive në komunën e Gjakovës së shpejti do të fillojë të rregullohet dhe të konservohet. 34.000 euro janë dhënë nga fondacioni nga Suedia Prince Claus për këtë urë. Drejtori i Qendrës Regjionale për Trashëgimi Kulturore Osman Gojani u shpreh se është bërë studimi arkitektonik dhe do të intervenohet në këtë urë. Përgatitjet për hulumti dhe studim CHVB-ja është bashku me qytetë këne kemi ftuar profesorin e nderuar Walter Shtyllën, me të cilën i kemi bërë disa konservime të urave në komunën tonë dhe në Kosovë. Në komunën tonë me të kemi punuar urën e Tabokt dhe urën e Taliqit, kurse ura tjera Bubnjit dhe urën e Zllakoçanit i ku punuar dhe unë së bashku me profesorin. Ka qenë e domosdoshme një ndihmës e profesor Valterit, ku së bashku e të gjithë jemi përvjell punës dhe kemi bërë një projekt të konservimit urës së Terzive. Pra përgatitjet e konservimit janë kryer gjitha, që ato ditë tonën ose të martën do t'ja fillojmë e punimeve në këtë objekt aq i vlefshëm nga ona trashëgimisë kulturore të Kosovës. Ndërkaq fondacionin e kanë siguruar trashëgimia kulturore pa kufi CHVB. Janë siguruar mjetet nga ona e CHVB-s, janë siguruar 34.600 euro pse i ka siguruar CHVB-a nga Prince Claus. Ura nuk është konservuar që nga viti 1982, përveç që janë bërë disa pastrime në të. Ura e Terzive është ndërtuar rreth 300 vite më parë dhe është ndër monumentet me vlera historike dhe kulturore në Kosovë.